Pas shpadhjes së zgjedhjeve lokale të 12 tetorit, subjektet politike kanë nisur të zyrtarizojnë kandidatët, që do të garojnë për të marrë drejtimin e komunave për 4 vitet e ardhshme. Megjithatë, ambicjet për postin e kryetarit shpeshherë po sjellin përplasje dhe brenda vetë partive politike. Në garën e nxehtë pritet të zhvillohet në komunën e Drenasit, e cila aktualisht udhëhiqet nga PDK-ja me Ramiz Ladrovçin në krye. Sipas të gjitha gjasave, Ladrovçi do të përballet jo vetëm me kundërshtarët politik, por edhe me bashkëpartiakët e tij, të cilët kanë shprehur haptazi synimin për të kandiduar për këtë post. Deri më tani, Petrit Hajdari ka konfirmuar gatishmërinë për të hyrë në garë, duke kërkuar ndryshime në qeverisjen lokale të Drenasit. Ky e bën garën brenda VTK-s edhe më interesante dhe të paparashikueshme. Ndërsa Sejdin Hoxha, po ashtu në një postim në Facebook, ka kritikuar qeverisjen në Drenas, ku dhe sipas shkrimit të tij nënkuptohet se dhe ai mund të jetë kandidat i mundshëm për kryetar të Drenasit. Derisa kandidatët shprehin ambicjet e tyre nga Partia Demokratike e Kosovës, para 2 ditësh njoftuan se ka nisur zyrtarisht procesin e shqertimit të kandidaturëve për kryetar komunash, në kuadër të përgatitjeve për zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Ky vendim vjen menjëherë pas mbajtjes së konventës së përgjithshme të PDK-s më 21 qershor, kur Memli Krasniqi u rizgjoll në krye të partisë. Nga PDK-ja deklaruan se të gjitha kandidaturat do të përmbyllen deri në mesin e muajit korrik, në mënyrë që kandidatët të kenë kohë të mjaftueshme për përgatitje. Ndryshe, Ramiz Ladrovçi është duke udhëhequr në komunën e Drenasit që nga viti 2016. Në zgjedhjet e 12 tetorit, ai po tenton të marrë timonin e Drenasit edhe për një mandat të 4.